Gjysmëhënë e kuqe iraniane tha sot se numri të vrarëve nga sulmet ajrore amerikane dhe izraelite, që nga e shtuna është rritur në 555. Sulmet e përbashkëta shënjestruan 131 zona banimi në të gjithë Iranin. Ndërkaq, Garda Revolucionare e Iranit ka deklaruar se sulmet e saj të fundit me raketa kanë pasur si objektive zyrën e kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu, si dhe selin e komandantit të forcave ajrore të Izraelit. Ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz tha sot se sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, Naim Qasem, është tani objektivi i shënuar për eliminim. Ushtria, tha ai, sot herët e ka nisur një betejë ofenzive kundër Hezbollahut në Liban. Sulmet ajrore izraelite shënjestruan periferitë jugore të Beirutit edhe zonat në Libanin jugor, duke vrarë 31 persona dhe duke plagosur 149 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Lariani, mohoi pretendime se Teherani ka kërkuar të rifillojë negociatat me Washingtonin dhe ka deklaruar se Irani nuk do të angazhohet në bisedime me SHBA-n. Ai tani është i shqetësuar për humbjet e mëtejshme të ushtarëve amerikan. Me iluzionet e tij, ai e ka transformuar sloganin Amerika e para në Izraeli i pari dhe ka sakrifikuar trupat amerikan për ejtjen e Izraelit për pushtet. Në ndërkohë, Izraeli ka filluar mobilizimin e 100.000 rezervistëve ndërsa përgatitet të zgjerojë ofensivën e tij të vazhdueshme përtej Iranit edhe Libanit, thanë sot mediat izraelite. Njësitë e inteligjencës ushtarake ka nisur një thirrje rezervë si pjesë e përgatitjeve për skenar shtesë operacionesh edhe një zgjerim të luftës. Që nga mëngjesi i së shtunës, Izraeli dhe SHBA kanë kryer sulme kundër Iranit, duke vrarë qindra njerëz, përfshirë Khamenein dhe zyrtar të lartë. Teherani është e përgjigjur duke lëshuar raketa dhe dronë në Izrael, si dhe në bazat edhe interesat amerikane në disa vende të gjirit. Washingtoni dhe Tel Avivi e akuzojnë Teheranin se ndjek programe bërthamore dhe raketore që kërcënojnë Izraelin dhe aleatët e SHBA-s në rajon. Irani thotë se programi i tij bërthamor është paqësor dhe se nuk kërkon të prodhojë armë bërthamore.